Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Me të vërtet, jeta e kësaj bote është sikur shembulli një toke që e posedon njeriu. Dhe njeriu i mençur ka dëshirë që me korr prej tokës vet frute, mirë po për me korr frute duhet punë, pa tjetër. Dhe ai njeri i cili punon tokën e vet dhe ja bën hizmetin qysh e ka do Allah subhanahu wa ta'ala, ai person pa tjetër se i korr frutet. Mirë po frutet nuk korren këtë botë, frutet korren në jetën e amshushme, në mënyrë të përhershme në ahiret. Dhe aty ndohen njerëzit në dy kategori, ata të cilët jenë të mençur dhe kanë kuptuar këtë realitet, dhe ata të cilët jenë mendje lehtë dhe jetojnë në iluzione. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Al-kayyis man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al-maut." Njeriu i mençur dhe i zgjut është ai i cili bën llogarit vazhdimisht vetveten në vet. Vazhdimisht bën llogarit vetveten e vet, llogarit veprat, sjelljen ku është me Allahun, dhe vepron për atë që vjen pas vdekjes, përgatitet për një jetë të përhershme. Wal ajiz, kurse njeriu i cili është pa kapacitet, njeriu i cili është mendjelet, është ai i cili thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ai i cili është vepërkeq, vepërlig dhe shpreson që Allah azza wa jalla ja fal. Dhe mbon në zemrën e vet shpresa për Allahun të cilat janë të kota. Ai është njeri mendjelet. Ai drejtohet drejt humbnerës dhe shpreson që do të shpëtojë. Ai drejtohet drejt humbnerës, i çaset humbnerës, e thotë unë jam duke shpëtuar. Dhe shpresoj se do të shpëtoj. Ai është shpresë e kot. Ai është shpresë e kot. Robert Allah, Aliu radiallahu ta'ala anhu na mëson me një thonje shumë domethënëse të tillë të mëdha. Na mëson realitetin e dunjas së ahiretit. E thot radiallahu anhu: "Irtahalat ad-dunya mudbira." Thot dunjaja iku duke ta kthy shpinën. "Wartahalat al-akhira muqbila." Kurse ahireti po vjen tek ti duke tu drejtuar ty tërësisht. Walikulli wahidatin minhuma banun. Dhe çdo njëra prej këtyre dy vendbanimeve kanë trashëgimtar. Kunu min abna'i al-akhira wala takunu min abna'i ad-dunya. Atëherë zgjedhni për vetvetet tuaja. Zgjedhni që të jeni nga trashëgimtarët e ahiretit, jo nga trashëgimtarët e dunjas. Mos i vraponi pas dunjas kurse ajo pja u kthen shpinën me neglizhuj ahiretin. E thot në përfundim të kësaj fjale: "Al-yawm amal wala hisab." Ditën e sot me dunjas keni mundësi me vepru dhe nuk bani llogari. Wa gadan hisabun wala amal, kurse në ditën e nesërme do të llogaritni dhe nuk keni më mundësi me vepru. Atëherë veproni tani, në mënyrë që të karni kur ta takoni Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe Ibn al-Qayyim rahimahullah thot në Jawabul Kafi, thot: "Fanzur ila al-akhirah ka'annaha ra'yu 'ayn." وتأمل حكمة الله سبحانه وتعالى في الدارين تعلم حينئذ يقينا لا شك فيه أن الدنيا مزرعة الآخرة وعنوانها وأنموذجها، وأن منازل الناس فيها من السعادة والشقاوة على حسب منازلهم في هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح وضدهما. وبالله التوفيق. فمن أعظم عقوبات الذنوب الخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. Thot shikoje botën tjetër sikur ta kishe parë syve dhe medito mbi urtësinë e Allahut të lartësuar në dunjë, në të dyja botat, në dunjë dhe në ahiret. Shikoje botën tjetër sikur me pa me sy edhe pse se shef. Dhe thot pastaj ndalo dhe mendo ku janë urtësitë e Allahut, pse ahireti është i përhershëm, pse dunjaja e përkohshme. Medito. Atëherë do ta kuptosh me bindje të plotë, thot, pa asnjë dyshim se kjo botë
është ora e botës tjetër, shenja dhe modeli i saj. Pozita e njerëzve në lumturi apo mjerim në ahiret është si mbas pozitave të tyre në këtë botë, në përputhje me besimin dhe veprat e mira ose në të kundërtën e tyre. Në ahiret njerëz do të jenë të lumtur, ose të pa lumtur, të mirë si mbas imanit dhe veprave që patën. Dhe suksesi është vetëm nga Allah. Ndër ndënimet më të rënda të mëkateve është largimi nga rruga e drejtë, si në këtë botë ashtu edhe në botën tjetër. Kur Allah azza wa jall të largon prej rrugës drejt në këtë botë, është prej dënimit më të madh. Mirë po Allah nuk të largon pa arsye. Allah subhanahu wa taala thot: "Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum." Kur ata u larguan me vepra, Allah ja u largoi zemrat. Kur ata i prishën veprat, Allah azza wa jall ja u largoi zemrat nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أصلح شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واجعلنا من الراشدين هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نسألك اللهم العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة لنا وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا يوم لقائك. لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نحمدك على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.